Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut Miailis Rokas zhvilloi sot një vizitë zyrtare në komunën e Gostivarit, ku takua me kryetarin e komunës Valmon Limani, kryesuesin e Këshillit Komunal Valdet Xhaferi, si dhe me anëtarët e Këshillit. Gjatë takimeve u diskutua për mundësitë e shfrytëzimit të fondeve të Bashkimit Evropian, sfidat me të cilat përballet komuna dhe procesi i integrimit evropian të vendit. Kryetari Limani theksoi se Gostivari është i përgatitur të aplikojë për projektet e reja në kuadër të programeve europiane, në fokus të veçantë të programit LIFE, i cili mbështet mbrojtjen e mjedisit dhe përballjen me ndryshimet klimatike. Patëm kënaqësinë të mirëpresim në komunën e Gostivarit ambasadorin e Bashkimit Evropian, zotri Rokas, me të cilën biseduam me të gjithë sfidat me të cilat ballafaqohemi si pushtet lokal, por gjithsesi biseduam edhe për mundësitë dhe projektet të cilat mund t'i realizojmë në bashkëpunim me programet e Bashkimit Evropian. Gjithashtu ambasadori kishte takim edhe me kryesuesin e Këshillit, zotri Valdet Xhaferin, dhe me këshilltarët komunal, të cilët kanë shprehur të gjithë mendimet dhe sugjerimet, por edhe gjithashtu problemet me të cilat ballafaqohemi gjithë së bashku. Kjo është një nga vizitat e shumta të ambasadorit në të gjithë komunat e shtetit tonë. Pak më vonë do të kemi edhe prezantimin e një programi LIFE, programi i cili ka të bëjë me ambientin jetësor dhe me ndryshimet klimatike, kur do të prezantohet dhe gjithsesi edhe komuna e Gostivarit do të shohë mundësitë për aplikim me projekte të caktuar në këtë program. Kjo vizitë është e mirëpritur, me shumë sugjerime nga ana e ambasadorit edhe për programet të cilat janë në dispozicion të komunës, por gjithsesi edhe për mundësinë e vendit tonë për të integruar sa më mirë në Bashkimin Evropian. Fundja gjithçka nis nga pushteti lokal, e biseduam që të gjithë ndryshimet duhet të fillojnë prej këtu, me të vetmin qëllim që shteti një ditë të jetë antar i Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kryesuesi i Këshillit Komunal Valdet Xhaferi e cilësoi takimin si shumë konstruktiv, duke vlerësuar se diskutimet dhe përgjigjet e marra do ndihmojnë në avancimin e projekteve zhvillimore dhe në zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen qytetarët. Bashkërisht patëm një diskutim jashtëzakonisht i frytshëm, një debat i cili patë rezultate edhe konkrete me përgjigje të detajuara për të gjitha shqetësimet të cilat i ngriten, respektivisht pyetjet të cilat i ngriten kolegët tanë këshilltar, për të gjithë sfidat të cilat i ka komuna e Gostivarit, por mbi gjitha dhe me gjitha sfidat të cilat përballet Maqedonia e Veriut. Ishte vërtet një diskutim i cili la përshtypje jashtëzakonisht pozitive të gjithë ne dhe paraqiti një kënaqësi, një nder i veçantë që sot ta kemi në mesin tonë. Gjithashtu vlerësojmë dhe besojmë se këto debate, këto diskutime do të jenë sa më të shpeshta. Mirëseardhja e ambasadorit të Bashkimit Evropian në një vend mjaft progresiv siç është qyteti ynë gjithmonë është e mirëseardhur. Ambasadori Rokas e vlerësoi Gostivarin si një shembull të bashkëjetesës shumë etnike, shumë kulturore dhe shumë fetare, duke theksuar përkushtimin e institucioneve lokale për t'u përgjigjur nevojave të banorëve. Ai shpreu kënaqësi edhe për funksionimin e shkollës speciale për fëmijë me autizëm në qytet. Gostivari is a very important town because it is Gostivari është një qytet shumë i rëndësishëm sepse është shumë etnik, shumë kulturor, shumë fetar, dhe për mua është një kënaqësi e madhe të takojmë dhe të diskutojmë me kryetarin e komunës Limani, si dhe me Këshillin Komunal për sfidat me të cilat ata përballen dhe si u përgjigjen nevojave të qytetarëve. Jam shumë i kënaqur të them se ata kanë bërë një punë shumë të mirë, veçanërisht sa i përket veçevërisjes dhe grumbullimit të fondeve lokale, me qëllim që t'i adresojnë shqetësimet kryesore të qytetarëve, siç janë çështjet mjedisore, qasja në ujë të pishëm, arsimi. Gjithashtu, isha shumë i kënaqur të dëgjoja për shkollën speciale për fëmijët që përballen me autizëm. Pra, po bëhet një punë shumë e mirë. Gjithashtu ka një punë shumë e mirë në absorbimin e fondeve të Bashkimit Evropian, veçanërisht atyre mjedisore, dhe kjo është diçka që duhet thënë dhe lavdruar. Prandaj, ne ishim këtu së bashku me ekipin tim për të ndjekur kërkeset e qytetarëve. Një nga temat kryesore të diskutimit ishte problemi i furnizimit me ujë të pishëm dhe menaxhimi i ujrave të zeza në rajonin e Pollogut. Rokas bëri të ditur se delegacioni i Bashkimit Evropian tashmë ka nisur vlerësime në terren dhe se ekipet do të vizitojnë edhe Gostivarin dhe Tetovën për të analizuar gjendjen. I have seen it also in Bogovinje and in other parts. Ekipi im është dërguar në Bogovinë, do të vijë edhe këtu, do të shkojë rreth rrotull, rreth rajonit edhe në Tetovë dhe do të shoh se si mund të ndihmojmë,
sepse në këtë moment ne nuk kemi ndonjë fond tjetër të disponueshëm. Siç e dini, fondet e Bashkimit Evropian ato funksionojnë në cikle 7-vjeçare dhe ne po i afrohemi fundit të vitit tashëm. Kështu që këto janë ndërhyrje të rëndësishme që kërkojnë fonde të konsiderueshme. Pra ne jemi në diskutime, por natyrisht një opsion do të ishte që të përdoren fondet që qeveria i thith përmes agjendës së reformave dhe progresin në reforma që shkojnë atje. Kështu që kjo mund të jetë një opsion, por natyrisht kjo mbetet gjithashtu për të diskutuar me autoritetet komunale dhe me qeverinë qendrore. Vizita e ambasadorit Rokas në Gostivar është mbyllur me takime me përfaqësues të sektorit civil dhe diskutimet e hapura me qytetarët në kuadër të angazhimit të Bashkimit Evropian për të forcuar bashkëpunimin me komunitetet lokale.